Adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë. Atë që Allahu e drejton, askush nuk mund ta çojë humje. Ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij janë humje, askush s'ndihmon përveç Allahut. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguar I Zotit. Dëshmojmë për pejgamberin e tij. Dëshmojmë që Allahu xhelel xhelalu I zbriti Kur'anin, dallues I të vërtetës nga shtrembra deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë për mbi të dashur besimtarë edhe ju besimtarë. Një jetë prej ajeteve të Kur'anit dhe zgjodhem edhe për xhuman e sotshme, I cili bën fjalë për njerëzit që janë bamirësi, që ju bëjnë mirë njerëzve të tjerë. Në fillim sollet fjalën e Allahut xhelel xhelaluhu, I cili na drejtohet dhe thotë: "O ju që keni besuar, jepni nga më e mira asaj që keni fituar." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhën thotë: "Çdo ditë sa po kthehet një melek thret banorët e qiellit që ta marrin vesh. Edhe dijeni këto banorë tjetër se filoni është bamirës. Është në ata që ju ka bën mirë njerëzve të tjerë. Edhe lutën dhe thonë: O Zot, shtoja filoni. Shtoja filoni." Nëse vend tek fjala Allahu xhelle xhelaluhu, është shumë interesant se herën e parë na thret me: "O ju që keni besuar." Njeriu I cili ka besuar njeri me norma, njeh rregullat, njeh Allahun. Ai e di çka është halli, çka është vujtja, çka është e shumta e pasur edhe e pakta e papasur. E di çka është me qenë I pasur edhe çka është me qenë I pasur. To I di gjitha besimtarët. Edhe Allahu xhelel xhelaluhu I drejtohet besimtarët edhe I thotë: "Shiko, kujdes. Jep nga e më e mira e asaj që unë të kam furnizuar." Edhe vetë vërtet, furnizimi është për Allahu xhelel xhelaluhu. Thotë: "Jepni nga ajo të cilët me të cilët ju keni fituar dhe po të jetë e mira ajo." Sigurisht më e mira është pasuria halal. Leku që e ke fituar halal. Interesant, Allahu xhelel xhelaluhu edhe me lekët e tij I angazhon për njeriu bamirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Në ditën e llogarisë njeriu do të rrijë në hijen e sadakas." Allah. Para gjithë njerëzit të bëhen llogari, e njëri për ju që ka bën mirë dikujt, ka dhënë diçka për hir Zotit. Edhe I do rrijë tjetër, ajo vapa e madhe ka pluse. Hallat e ditës gjykimit nuk do ta prekupojnë. Për shkakun se ky ka dhënë të ndonjë. Kur I është dhënë rast. Edhe rënë në hijen e sadakas. Sadakaja thotë e çdo varfëri. Interesant. Po të shohim në një ajet tjetër të Kuranit, Allahu xhelel xhelaluhu thotë: "Me të vërtetë shejtani do ju frikson me varfëri. Mos fike vetëm, do të rënohet pasuria jote." Po Allahu xhelel xhelaluhu në ajet tjetër thotë: "Allahu ju kompenson atë që ju jepni." Po sa shpejt akoma pa e dhënë. Allahu xhelel xhelaluhu e kompenson. Edhe I thotë robit: "O robi, ti nuk mundesh me qenë ma bamirë se sa unë." Thotë Allahu xhelel xhelaluhu: "Atëherë, që o robi, sa vojtë thotë për filonin, që edhe sa I bone mirë filonin, urdhro po t'ja punë. 2 fish, 3 fish, 10 fish, 100 fish, 1000 fish. Nuk paksohet. Jo. Vetëm se shtohet. Ajo paksohet me haram. Pasuri. E përzimi me haram.
me kamat, me biqës, me imoralitet, me rren, me mashtërime. Të gjitha këto e paksoj. Nërsa ajo që jebe për hir Zotit, vetëm se e shton atë. E shton në një mënyrë sa që Allahu Gjelle Gjelaluhu i njeriu e vëllezër ja ka saktuar që mos mi dhon pazurin. Dhe Musa a.s. e takon këtë njeri, edhe ai thot, të shkosh tek i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu, të lutem, tregoj për mua. Allahu Gjelle Gjelaluhu masi i thot Musa a.s. ja keni parasysh, Allahu ditë gjendin ati, gjendin e Musaj, edhe të gjitha ishin ditura për Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe i thot, filoni, më kalon amanet, me të kërku. Thot do t'i jap, sepse ata e ka mas saktu, mas me dhonë. Po do t'i jap vetëm për një vit. I jepi modhi Zot me caktim. Më i pasërit pasërve. Në themi, ente l'ganijun ve nahnu l'fukarani. Ti i pasër në i në të vakër. Në gjithë shka pre Allah të kemi. Do t'i jap vetëm për një vit. Ky sa po i dha Allahu Gjelle Gjelaluhu, e para mos nuk shpërdorove. Pra një nga rreziqet e bereqetit Zotit është shpërdorimi. Do hi. Kretë fushkëroj. Kretë botën me pas, vallahi ka vërtit. Edhe dyta që filloj t'ju jap njerëzve. U mosh viti, kishte prapë. Musa a.s. drejtohet tek Zoti, ja Allah, pa premtove për i vit. Ja Musa, ai po vazhdon, nuk i shkeli rregullat, nuk i shkeli kufit. Pra edhe premtimin e vetë Allahu Gjelle Gjelaluhu e anulloi. Domone, sadakaja është ajo që e shumë zemrimin e Zotit. A mundet të dalit diçka për para fuqisë dhe kuvetit Allahut? A mundet të dalit diçka para gazebit Zotit Gjelle Gjelaluhu? Kur jo? Del sadakaja. Njeriu do të gjendet me i problem të madh edhe në banesën e varet. Me halle dhe problemet më mëdha. Vallahi në banesën e varet, njeriu që ka dhënë nuk do të ketë si lehtë. Allahu Gjelle Gjelaluhu do të mëshirojë. Pse ajo e shuar, domethënë e fik, e ndalon, bëhen pos blok për gazetin e Zotit. Për hidrimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, doni t'ju shtohet jeta, jepni sadaka. I e smur, i jep sadaka. Të ka ardhur pasuri, mirësi, begati për i Zotit Gjelle Gjelaluhu, i jep për e saj sadaka. Sa të kesh muzi? Të regojnë rastën e një gruaje e cila ka pas 4 vajza, po jetim, pa bashkëshorte. Shkon e kërkon pasurinë e gjykatë. Keni parasysh që gjykatët nuk kanë qenë si sot. Hajdotën, mashtërosë, të gjitha këqija, jo si sot. Kanë pas moral tepër të lartë. Edhe ai gjykatësi i thotë për momentin nuk kam asgjë. Edhe kjo del. Sa po del jashtë? Një besimtar tjetër, një vëlla besimtar tjetër e shikon, të thotë pa të shoh gjendje të vështirë, duke qafë. Thotë jam shumë si dhe që e këta fëmijët, pa në shpirë. Urdhëroi thotë se po t'ja punë. Edhe i jep diçka prej pasurisë tij. Por besimtari mirë, thotë, ta kthehet Allahu me një shtëpi në xhenet. Këtë që më dhe mosët. Edhe hikën. Kjo shkoj shtëpi dhe ajnë punë vetë. A di nga gjithë më natës, kjo gjykatësi shef andër, i shpejt bobra dhe në xhenet. Edhe e pëtët me lekët që e shëkërot dhe në andër,
Po kjo, shpije po për thotë, parë zote do të mletë futër më rënë. Jo, thotë kjo në shpije vilonit. Si do a thëmë, nëse ka qenë një bamirë shprej jo shtu, e keni parasysh që me thona shpeja qamirit kjo, një vlajt tonë, do besimtarë, mos i thotë. A thotë, mos pësabona i bamirësi i djetët që unë e persona, ose e përcolla pa i dhonë gjohë, atë nonë ma të këtërpej. Shkoj e gjekët nonë. I thotë, këm marrë me dhonë, thotë, këm marrë punë, thotë. Një tjetër sa për dole prej te, thotë, a mund më gjenë që njëri të shohërë, thotë. Nuk është lartë, thotë, diku këtu e gjetë. Thotë, a ka mundësi, thotë, atë pamirësi që ke bëndje, thotë, të pagojë. Sa i ke dhona, sa i 1.000 euro, që i 1.000 euro. Ja për zotin e, pse? Po mërëm të mba hondër, thotë, sigur Allah më ka dhona i shpejnë gjënet. Po mos e thotë sa tonë rëgë mba dhona. Unë e bashkë, thotë, më më thë një shpejnë jote. Që te ke bëndë pamirësi. A mundër më të i bërë i qatë, të marë merit i lekt, që të marë këtë pamirësi, që ke bëndë të ditë, të ka jenonë me ka dërmi. Vëllaj e vëzër, Allahu Gjellë Gjellë e kompensën robën e di. Edhe mendohën i gjatë gjithë javës, apo gjatë për 100 vjetë, nëse gjeni njëri që falimentojë, duke ju bë mirë njerëzve të tjerë, jo për Zotën. E vetëm se, Allahu ja ka kompensu, edhe ja ka shumë. Unë jo pa të dhe me majtë së kështë gjeratë që të në bëhet edukat me ju bë mirë njerëzve të tjerë. Pse, normalisht edhe nëna kanë bë mirë njerëzve. Edhe dhuratat, sa të gaje të kësën zemrën. Por aje që është bëjt gjithët të afrën të këzoti Gjellë Gjellë. Edhe nëse ke qenë njëri u ma i kejtë të bëjt gjinofe, nëse jetë një sadaka, Allahu Gjellë Gjellë, s'but zemrën dhe të largon nga gjinofe. Pra nuk mund të logaritet, s'mund të shpjegohet me gojtë teme se qëfar banë sadakave. Por themi që e shumën zemrimin e Zotit, është vullohë s'do gjohë. Vetëm thotë Allahu, mos u tremni. Jepni nga më e mira e asaj që keni fitu. E vërtet orë se na e kishim edhe ideal të hoxhës tonë, i cili ka nevojë për një operacion krahu, domethënë këtë shpatullën e ka zjervën, edhe i dohet një operim. Ka dhe ca kohë domethënë mos një muaj afërsisht, po unë do t'ju bëj atë vetë, dhe kusht ketë mundësi për hir të Zotit. Ata kemi hoxhën tonë dashur, edhe ju e njëfti pse disa herë ka falë edhe me ju këtu. I birit, domethënë i kanë 3 herë dhe 4 herë të që duhet me rrugullu me kirurgji që i bëjnë të operacion. Inshallah kemi të lanë një jetë për jashtë, kusht ketë mundësi për hir të Zotit, për ta fitohu vetëm kënaqësinë e Zotit që lexohu. Edhe ai që është i gatshëm, s'ka diçka për të xhumë, edhe xhumon tjetër e mirë presim për hir të Zotit që lexohu. Unë s'po them gjë tjetër. Allahu na uzoft në gjithë shka që fitojmë kënaqësinë e Zotit, po njëkohësisht na bëf në ata që në bëjmë mirë. Pse secili do ta ketë për veten e tij. Aliun Allahu më shiroj kur e kanë bërë, i thonë a ke bë mirë? Jo. Po keq? Jo. Si ka mos e jashtën? Ka vallahi. Edhe të mirën edhe të keqin të dy i kam bërë për veten. Normalisht edhe keqin e bëjmë, i bëjmë për vetet tona. Pse sadakaja, mirësia që të e bën, fluturon para nesh për Zotin, banes varet edhe në xhenetet e larta, edhe për para Allahut që lexojmë. Vetëm kur shkojmë, edhe e gjejmë atje. Ajo shkon për para nesh. Zoti na bën për atyre, edhe në Zotin se që t'ju bëjmë mirë njerëzve të tjerë. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم na pranoj salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na falë në mëshirën e Tij bashkë. Allahu na zgjeroj zemrat për të bërë mirë njerëzve të tjerë, vetët tona, familjeve tona, farefisët tona,
dhe të gjithë dashurët e tjerë besimtarë edhe besimtare. Allahu na uzoft në atë që e fitojmë në kësinë e Zotit. O Allah, mos na nxjerr për kësaj xhamie, vetëm se me gjinoha të fshime, ja Rabbil Alamin. O Allah, kemi nevojë për shumë gjëra, na i plotësoj ja Rabbil Alamin. Ato që janë prej halalit, ato që janë të vlefshme për dynjën dhe për ahiret. O Allah, të gjitha të që vend smor shëroj ja Rabbil Alamin. Kthej gjendën më mirë. O Allah, gjithë ato që vend pa punë, punësoj ja Rabbil Alamin, me punë halal, me rizq halal, ja Rabbil Alamin. Ato që vend me borxhe, o Allah, ndihmoj që ti likujdoj ja Rabbil Alamin. O Allah, ato që vend të pa martuar, djemë dhe vajza martoj ja Rabbil Alamin. Jepo fat hajret ja Rabbil Alamin. O Allah, unë të lutem dhe për gjithë dashurit tonë, besimtarë dhe besimtare, kudo që janë në botë, mbajnë kujdesin e familjes tonë. Vazhdojnë jetën me iman. O Allah, të lutem dhe për gjithë të dashur besimtarë dhe besimtare që na kanë kaluar për kësaj jete, falë me shiroj dhe bëj për banorët e xhenetit. Dhe të gjithë ata që kanë dëshirë për faljen e namazit xhenazës për Arbenin, pra ne inshallah sa të përfundojmë xhumon, do shkojmë direkt tek varrezat e Allushve, nga rruga e Burgut Tilit, aty janë makina tjera që shohin. Për momentin namazi xhenazës asaj do falet në xhamin e Aramerzit, mase për gjithë ata që s'e kanë falë inshallah do e falin tek varrezat. Allahu na bekoft, na fal, na mëshiroj ti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون